Të grupuar në 3 qendra administrative, maturantët e bashkive Gjirokastër dhe Libohov ju nënshtruan sot provimit të dytë të detyruar, gjuhës shqipe dhe letërsisë. Ne u dalëm në shkollën Siri Shaplo, ku ishte vendosur një prej ambienteve të administrimit. Edhe pse provuam të intervistonim disa prej tyre, i vetmi që ndali këmbët ishte ky djalë, i cili dha edhe opinionin e tij rreth testit. Teza ishte disi e vështirë, por që mund të që e bëshme. Ishte me të 3 nivelet, nxënësit e 6-ës mund të merrnin 6-ën, nxënësit mesatar mund të merrnin notën e tyre dhe nxënësit e lartë merrnin të lartën. Me vështira? Ja, patjetër. Tema? Ishte një temë filozofike, në qoftë se lumturia është diçka që dhurohet në jetë, apo varet nga perceptimi juaj se si ju e shikoni lumturinë. Në qarkun e Gjirokastrës marrin pjesë në provimet e maturës shtetërore 2026 594 maturant. Provimi i radhës do të jetë ai i matematikës që do të mbahet në 16 qershor.